Dy banorët e Big Brother VIP 4, Lajret Vasili dhe Valbona Mili prej disa kohësh kanë qenë si një banor i vetëm, për shkak se Gjesti vendosi që ta bënte këtë zgjedhje kur hapi valigjen e tundimeve. Ndërkohë që të shtunën në mbrëmje, Lajreti vendosi që ata të dy të ndahen dhe kjo e çoi automatikisht në një nominim kokë me Valbonën. Pas kësaj me sa duket Gjesti është pozicionuar krah Valbonës, e cila ju kthye kundër Lajretit. Kjo situatë është komentuar nga Egli dhe Danja, të cilat janë shprehur jo shumë të befasuara nga veprimet e Valbonës dhe Gjestit. Nuk i intereson për asgjë. Ndjeshmëria 0. Edhe sa mirë se më ndihmon shumë kur i bën këto budalliqe, filloi them gocë thirrje mendjes. Ai e di që nëse është në nomimin ikën Valbona dhe për këtë arsye mban afër Valbonën këto ditë, për pos simpatisë që të lërë edhe një derë hapur për të vazhduar sherin edhe me Jozin edhe me Lajretin. Duke thënë shiko çfarë i bëre ti kësaj gocës. Ndërkohë ai që i ka vënë 2-1 ishte pikërisht zotëria. Ky shkon bëhet duo me Valbonën. Unë dhe Valbona u adridhim thot ky. Ky me Valbonën mund të gudulisin me të neverit kur i sheh qaf për qaf. Se me të dridh këta e din dhe vetë sa të dridhin të dy, tha Egli duke ju referuar Gjestit.